as Hashim Thaçi, as Murat Meja, as kush do, s'muja luna të kufi. Ta e në ka rrejnë, ai kufi ka më këthy në Qakar, në kull zhlevit, po sa të paftyr janë, pse u bo nervoz, për shumë Daudi atit, jo nervoz, po pse e ka thonë gajt ato. Qysh i vje marrë me rejt ashtu për tokë, unë tokë kam Glogjan. Na tokë kemi, ajo është tokë e Katragjyshve, po është në Kosovë, po unë për Qakar jam të e bo betejën politike për Qakar, për qaftë Qakarit. Që aty janë jo dhjetra, po janë mija njerëz që i kanë lënë eshnat për me metë kufini që aty. E merë mu Murat Kushi, e Hashim Kushi, e po aty jo se ki që aty. Po s'mund është bete se s'ka mujta sultani në të vakta sori Rusis me probosht. Po, fytyra e njerëzve nuk ish kufillon, po ta po thonë sa i kapo në ky shtet. Vetë që ky far djali i brojës, tha jo do të milçun kuçisht. Ka dalë mëre, a shko vetë vlla. Mos di shko vetë thojnë. Edhe do të milçu prej kus lepit në Savinovod, po jo more se. Nuk ta kem bash ato. A kupton? Apo të vyjnë diçka pe tokave të mia po ta fali. Unë ja fali shtetit. Kosovës më ja fal sot këtë çakon. Çdo gjë që e ka Ramushi, çka do të qoftë, më ja fal Kosovës. Po s'mu me falë të Kosovës një shtetë tjetër. Për kështë duke ditë sa njeri, sa vra, a disa është ajo histori, sa është. Nuk kënë kufi, s'po di që me ta shpjegu, bre, nuk është një arë në pytje, që po hojnë ta animala, një bjesh, ka një lesha. Jo, bre, është shumë, ma shumë. Jënë mas pari, ta po hojnë bitë 8.000. O e në rrëth 12.000 hektarë. Edhe është histori. Nga do është lira. është testamenti shqiptarëve, s'guxon me hup ata.